Në debatin bashkëkohor ndërkombëtar, pak terma janë përdorur aq shpesh dhe njëkohësisht janë kontestuar aq shumë nga studiuesit sa shprehja islam politik. Për dekada me radhë, ky koncept është bërë pjesë analizave akademike, raporteve të sigurisë, diskursit mediatik dhe politikave shtetërore. Megjithatë, antropologu dhe teoricienti i njohur Talal Asad e konsideron këtë kategori si problematike, jo sepse muslimanët nuk marrin pjesë në politikë, por sepse vetë mënyra se si është ndërtuar koncepti mbështetet mbi supozime historike dhe kulturore që nuk janë universale. Në veprat e tij më të njohura, Genealogies of Religion dhe Formations of the Secular, Asad argumenton se ndarja ndërmjet fesë dhe politikës, e cila sot merret si e mirëqenë në shumë shoqëri perëndimore, nuk është një ligj universal i historisë njerëzore. Përkundrazi, ajo është rezultati i zhvillimeve specifike të Europës moderne, të lidhura me reformacionin, iluminizmin, lindjen e shtetit modern dhe sekularizmin. Sipas Asadit, kur kjo përvojë historike europiane përdoret si standard për gjykuar qytetrime të tjera, krijohen kategori analitike që nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht realitetin e tyre. Një prej këtyre kategorive është pikërisht Islami politik. Në traditën klasike islame, feja nuk është konceptuar thjesht si një çështje private e ndërgjegjes individuale. Ajo ka përfshirë gjithashtu etikën, drejtësinë, ligjin, marrëdhëniet ekonomike, përgjegjësitë shoqërore dhe mënyrën e organizimit të jetës publike. Për këtë arsye, Asad argumenton se është e pasakt të flitet sikur ekzistonte një islam i pastër fetar i ndarë nga politika dhe vetëm periudhën moderne u shfaq një fenomen i ri i quajtur islam politik. Ai vëren se vetë emërtimi krijon përshtypjen se politika është një element i jashtëm që është bashkangjitur islamit në mënyrë artificiale. Në të vërtetë, sipas analizës së tij historike, tradita islame nuk e ka ndarë jetën njerëzore në sfera krejtësisht të shkëputëra, siç bën shpesh mendimi modern perëndimor. Një nga argumentet kryesore të Asadit lidhet me mënyrën se si është ndërtuar koncepti i fesë. Ai tregon se kuptimi modern i fesë si besim privat, i kufizuar në ndërgjegjen individuale dhe i ndarë nga pushteti politik, është produkti i historisë së krishterimit evropian dhe i transformimeve të shtetit modern. Kur ky model përdoret për të analizuar islamin, lind ideja se çdo prani publike e fesë përbën automatikisht një devijim ose një fenomen të pazakontë. Asad e kundërshton këtë mënyrë të menduarit. Sipas tij, nuk është islami ai që është politik në mënyrë të veçantë, por vetë kategoria analitike është ndërtuar mbi një përkufizim shumë të ngushtë të fesë. Në analizat e tij, Asad shpjegon se shteti modern nuk është neutral ndaj fesë, siç pretendohet shpesh. Përkundrazi, ai përcakton se çfarë konsiderohet fe e pranueshme, çfarë duhet të mbetet në sferën private dhe cilat forma të shprehjes fetare konsideron legjitime ose problematike. Në këtë kuptim, sekularizmi nuk përfaqëson mungesën e fesë, por një mënyrë të veçantë të organizimit marrëdhënieve ndërmjet shtetit, ligjit dhe praktikave fetare. Pikërisht këtu, Asad vendos edhe kritikën e tij ndaj përdorimit të termit islam politik. Ai argumenton se ky etiketim shpesh nuk përdoret si një përshkrim neutral, por si një kategori që dallon islamin nga fetë e tjera dhe paraqet atë si një përjashtim që kërkon trajtim të veçantë. Në diskursin bashkëkohor, shumë lëvizje me orientime, objektiva dhe metoda krejtësisht të ndryshme përfshihen në të njëjtin emërtim. Partitë që marrin pjesë në zgjedhje, organizata bamirëse, grupe reformiste, aktivistë shoqëror dhe madje edhe organizatat e armatosura shpesh vendosen brenda të njëjtës kategori. Për Asadin, një përgjithësim i tillë e varfëron analizën dhe e bën të pamundur kuptimin e dallimeve reale mes këtyre aktorëve. Një tjetër aspekt i rëndësishëm i argumentit të tij është marrëdhënia ndërmjet dijes dhe pushtetit. Duke u mbështetur edhe në ndikimin e filozofit Michel Foucault, Asad argumenton se kategoritë akademike nuk janë gjithmonë neutrale. Ato formohen nga kontekste historike, politike dhe institucionale. Për këtë arsye, mënyra se si përkufizohet islami në akademi, media dhe politik ndikon drejt për drejt edhe në mënyrën se si ndërtohen politikat publike ndaj komuniteteve muslimane. Asad nuk pretendon se gjitha përdorimet e termit islam politik janë domosdoshmërisht të qëllimshme ose propagandistike. Megjithatë, ai argumenton se vetë koncepti duhet të shqyrtohet në mënyrë kritike, sepse mbart me vete supozime historike që shpesh paraqiten si universale, edhe pse burojnë nga përvoja specifike e Europës moderne.
Për studiuesin britaniko-amerikan, analiza e Islamit duhet të fillojë nga traditat e tij historike, juridike dhe etike, e jo nga kategoritë të importuara që mund të mos përputhen me mënyrën se si vetë muslimanët e kanë kuptuar fenë e tyre përgjatë shekujve. Në këtë kuptim, kontributi i Tal al-Asadit nuk është thjesht një kritik ndaj një termi të vetëm, ai përfaqëson një sfidë më të gjerë ndaj mënyrës se si prodhohet dia mbi fen, sekularizmin dhe botën islame. Duke analizuar origjinën historike të këtyre kategorive, ai fton studiuesit dhe publikun të pyesin jo vetëm se çfarë është Islami politik, por edhe kush e ka ndërtuar këtë kategori, në çfarë rrethanash historike është formësuar dhe cilat pasoja sjell përdorimi i saj në analizën e shoqërive muslimane. Për Asadin, kuptimi i Islamit nuk mund të reduktohet në një kategori të vetme politike. Ai kërkon një qasje historike dhe antropologjike, që e sheh traditën islame si një praktikë të pasur morale, juridike, kulturore dhe shoqërore, e cila nuk mund të kuptohet plotësisht përmes ndarjeve konceptuale të krijuara nga moderniteti perëndimor.